akuzës nga SPAK. Kompania turke, pas takimit që kishin në Ankara me Edi Ramën dhe Melina Ballukun, i dërgon një letër zonës Balluku, ku thot, si shoqëri punime dhe dokumentacioni ynë për tendrin e tunelit të Llogaras janë përfunduar në nivelin 95% dhe studimet tona dhe kostot të Kosovës vazhdojnë. Ne kemi krijuar një bashkim shoqërisë të tjera. Kjo është një shoqëri që ka ndërtuar tunele autostrada dhe janë miq me presidentin. Në Shqipëri kanë avokatët, po vazhdojmë punën dhe negociatat me zonin Arta në lidhje me tendrin. Në selin tonë në Ankara, inxhinierët tanë po përfundojnë dokumentacionin për tendrin dhe po vazhdojnë studimet e kostove. Tani, takohet Belinda Rama dhe kompania turke, dhe kompania turke pastaj e informon Ballukun se si ne po i bëjmë dokumentacionet, dhe Balluku komunikon me Evis Berberin dhe i thotë që dokumentacionet, ose e Berberi me Ballukun, po bëhen ashtu siç i do kompania turke. Dhe firmën dhe tendrin e fiton kompania turke me rreth 40 milion euro, apo 50 milion dollar, më shumë se ajo që bëri kompania shqiptare, në fakt po ajo e bëri. Pra, takohet Balluku, Rama dhe kompania turke, dhe kompania turke e informon Ballukun pas takimit që ne po plotësojmë dokumentat siç janë dakord që ne ta fitojmë tendrin. Eksakt